Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Islami është një fe e pastër nga çdo lloj ndikimi i huaj, pra fen dhe besimin do ta ruajmë pastër. Dhe prej gjërave që do ta ruajmë fen dhe besimin pastër është ndikimet nga festat e huaja, të cilat nuk janë festa islame. Dhe ndër këto festa, të cilat festohen më të madh dhe ju bëhet reklam më të madhe dhe bën harxhime të mëdha dhe shpenzime të mëdha dhe janë futur ose po futen dal nga dal në traditën shqiptare është festa e Halloweenit. Normalisht që ne muslimanët nuk bëjmë festa përveç atyre festa që i ka përcaktuar Zoti dhe i dërguari i tij profeti Muhammed alayhis salatu wasalam. Normalisht që kjo është një festë pagane që nënkupton rikthimin e shpirtrave në tokë, një festë e hershme që e ka origjinën nga Irlanda, nga Skocia, që nënkupton kthimin e shpirtrave të vdekurve në tokë, e si pasojë ndikimin e të gjallëve prej kthimit të këtyre shpirtrave. Normalisht kjo është një paganizëm i gjallë dhe një muslimani, një besimtari apo një besimtareje nuk i lejohet as edhe për le të themi për argëtim, as për lojë që të bëhet pjesë e paganizmit, sepse paganizmi nuk mund të jetë lojë dhe nuk mund të jetë shaka. Muslimani monoteizmin, besimin në një Zot vetëm, besimin se njerëzit mbasi vdesin kalojnë krejtësisht në një botë tjetër dhe se shpirtrat e tyre më nuk mund të vinë në këtë botë sepse domethënë kanë kaluar ose në parajs, në xhenet ose kanë kaluar në ferr, e si pasojë nuk mund të kenë më asfeksion dhe ndikim për botën në cilën ne jetojmë. Për këtë arsye i bëj thirrje të gjithë vëllezërve dhe motrave që mos të ndikohen nga kjo festë dhe mos ta bëjnë këtë festë pjesë të jetës tyre apo të traditës tyre familjare. Mbetëshi në mëshirën e Zotit dhe në bekimet e Tij dhe ne i qëndrojmë besnik festave që ne festojmë 2 bajramet, dita e Xhuma dhe dasma dhe martesa.